Mund të ndodhë që Shqipëria dhe Kosova të përballen në play-off? Po ne jemi në vazhdo të tilla që ne nuk përplasemi dot, sepse në vazhdon e tretë dhe të katërt, në vazhdon e tretë i do ndeshesh me ekipet të vazhdës dytë. Pra këto janë rregullat e play-offit të FIFA-s. Vazhda e parë, skuadrat e vazhdës parë shiftohen me skuadrat e vazhdës dytë. Ndërkohë që skuadrat e vazhdës katër, ndërsa skuadrat e vazhdës dytë do të shiftohen me ato të vazhdës së tretë. Kjo është ajo që ne dim, deri tani në kampionat botror që të mbahet vitin tjetër, verën e ardhshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Meksikë dhe në Kanada, janë kualifikuar 48 skuadra, asnjëherë më tepër. Pra është bërë ky kampionat botror është bërë si një panajir i madh, që duket sikur gjithkush mund të kualifikohet, megjithëse në zonën e Evropës gjithmonë mbetet shumë e vështirë sepse konkurrenca është shumë e madhe. Neta dhe deri tani janë kualifikuar 31 ekipe, duke përfshirë dhe 3 vendet që e organizojnë, që shkojnë direkt. SBA-ja, Meksika dhe Kanadaja. Ka një gjë për Kosovën që mund ta theksojmë që për hir të problemeve politike, në rast se do të shiftohet me Bosnjë-Hercegovinën, nuk do të lejohet një shiftim i tillë. Bosnja nuk e njeh Kosovën. Aty është një entitet serb, që është Republika Srpska, dhe normalisht ajo ka ndikuar që të mos njihet Kosova, dhe kjo është përjashtimi i vetëm që ka bërë FIFA, sepse përjashtimet e tjera nuk janë realizuar. Skuadrat që mund të ishin për të përjashtuar nuk janë kualifikuar. Kto janë të dyja që janë afër kualifikimit, Bosnja dhe Kosova janë në play-off, por këto dyja nuk mund të luajnë me njëra tjetrën. Para disa sekondash ka përfunduar dhe ndeshja, 2-0 për Anglinë, ndërkohë që festa sigurisht që do të vijojë të zhvillohet në rrugët e Tiranës. Edhe njëherë për një krahasim midis ekipit tonë dhe ekipit të Kosovës, cila ka pasur rrugën më të vështirë? Të dyja skuadrat kanë pasur rrugën shumë eliminatore. E kanë pasur rrugën shumë të vështirë sepse ne kemi pasur rival direkt, po themi Serbinë për vendin e dytë, ndërkohë që Kosova ka qenë një grup shumë i ekuilibruar, ku asnjëra prej tyre nuk ishte Anglia, por ato ishin skuadra shumë të forta, me shumë përvojë. Zvicra e tregoi veten, e ka mundur Kosovën ndeshjen e parë 4-0, fillimi ishte shumë i vështirë, por pastaj Kosova reagoi. Slovenia tregoi në Kosovë që ishte një skuadër shumë e mirë, luajti më mirë se Kosova atje dhe pati fat Kosova që nuk humbi, ndërkohë që ndeshjen e dytë që u luajt pikërisht mbrëm, Kosova fitoi me merit në Sloveni dhe me prani shumë të madhe të tifozëve të vet. Ndërkohë që Suedia ishte zhgënjimi këtyre eliminatorëve, duke përfunduar në vendin e fundit, një skuadër me shumë emër, por që ndoshta nuk po jeton momentin e vet më të mirë. Si grup ishte shumë i ekuilibruar, ishin të dyja të ekuilibruara, ndërkohë që rival direkt për vendin e dytë Kosova kishte ndoshta 2, kurse Shqipëria kishte vetëm Serbinë. Pra kishte Suedinë dhe Sloveninë. Megjithatë, duke pas parasysh përvojën, në çdo rast unë nuk do t'i dalloj me njëra tjetrën, të dyja kanë pas shkallë të lartë vështirësie dhe ja kanë dalë me shumë sukses.